Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin u mblodh të premten më 19 dhjetor 2025 për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Pas 6 orësh mbledhje, 10 anëtarët e Këshillit të Mandateve nuk ishin në gjendje të merrnin një vendim. SPAK solli dosjen 10.000 faqesh me anë të një USB-je dhe anëtarët e Këshillit filluan diskutimet nëse dosja duhet të qëndrojë brenda dyerve të mbyllura apo do të merrej me vete nga deputetët për t'u lexuar. Në mbledhje, SPAK u përfaqësua nga kryeprokurori Klodian Braho dhe prokurorët Dritan Prenci dhe Dorina Bejko. Ende nuk dihet kur do të mbahet mbledhja e radhës për të vendosur nëse do të hiqet imuniteti zëvendës kryeministres Balluku, por Partia Socialiste ka kërkuar 1 muaj kohë për të njohur me aktet e dosjes. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka kërkuar kohë deri të hënën dhe SPAK gjithashtu është të arsyeshme që 3 deri në 5 ditë janë të mjaftueshme për të lexuar dosjen. Zëvendës kryeministrja, njëkohësisht dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, akuzohet për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, e kryer në bashkëpunim lidhur me tunelin e Llogaras dhe 7 lote të Unazës së Madhe. Nëse nuk do të ishte shtyrë mbledhja, Këshilli i Mandateve do të kishte hartuar brenda 2 javëve një raport, sipas nenit 118 të rregullores së Kuvendit, i cili rekomandon rrëzimin ose miratimin e dhënies së autorizimit për caktimin e masës së sigurimit. Më pas, Kuvendi do të vendoste nëse do të hiqej imuniteti Belinda Ballukut apo jo.